Megjithse informacioni në këtë film mund të aplikohet në të gjithë botën, sepse UFO-t dhe UAP-t janë në të vërtetë një fenomen botëror, është e arsyeshme të përqendrohemi në atë që ka dalë nga Shtetet e Bashkuara, sepse është mirë dokumentuar. Prandaj ky informacion bazohet në atë që pranohet nga shumica e kërkuesve serioz, si të jetë brenda kufive të asaj që është si e mundur, ashtu edhe jashtëzakonisht e mundshme. Si çdo shohim, subjekti mund të ndahet në dy rrjedha krejtësisht të dallueshme: manifestimi fizik i anijeve hapësinore jashtëtoksore dhe banuesve të tyre, dhe manifestimi jo fizik i asaj që mund të jetë me të vërtetë e keqe, si çdo shohim. Këtu Elita Collins gjen rëndësi. Kjo është e rëndësishme, sepse pasi të filloni të zbrisni në këtë vrim të rrëshqitshme të përtelepurit të pretendimeve, kundër pretendimeve, gënjeshtrash dhe mashtrimit, të gjitha llojet e rrugëve anësore të papritura dalin, dhe disa prej tyre ndoshta është më mirë të lihen të pa eksploruara. Filozofi gjerman Friedrich Nietzsche tha një herë: "Mos lufto me përbindshta, se mos u bëhesh përbindsh, dhe nëse shikon në humner, humnera shikon gjithashtu tek ti." Dhe subjekti i ufologjisë është në të vërtetë një humner e thellë e errëk, dhe pasi të fillosh të shikosh, me të vërtetë të shikosh, pasojat psikologjike mund të jenë vërtet shqetësuese dhe mund të kenë pasoja shpirtërore plotësisht tronditëse. Sepse si çdo shohim, objektet që shohim në qiell dhe çfarë mund të jetë brenda tyre mund të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme dhe me të vërtetë mund të vinë nga thellësitë e humnerës. Kjo tha, nuk duhet të humbim kurrë nga syt faktin se ne në të vërtetë po vizitohemi nga entitete që nuk janë të kësaj bote, por rreziku qëndron në mundësinë që ata nuk rrjedhin nga ndonjë qytetërim i njohur siç do ta kuptonim ne, dhe se në disa raste ata duken se janë jo fizik. Një fjalë paralajmëruese megjithatë. Mbani në mend se shumë nga kjo mënyrë të menduarit rrjedh nga teologjia fundamentaliste, e cila tenton të bazojë opinionet e saj në interpretimet e zjarrit të ferrit të shkrimeve të shenjta. Ufologjia dhe Elita Collins. Që nga fillimi i ufologjisë moderne në vitet 1940, fusha është ngarkuar nga ide dhe opinione të ndryshme për atë se çfarë janë UFO-t, nga vinë dhe ndroshta më me rëndësi, kush ose çfarë përmbajnë. Disa nga këto ide janë ka arsyeshme, por të tjera janë më pak dhe shkojnë në një rrugë shumë më të errët dhe shqetësuese. Sipas besimit më të pranuar në përgjithësi, UFO-t janë anije hapësinore jashtëtoksore që rrjedhin nga sisteme të largëta yjellësh që vizitojnë planetin ton për një sër arsyesh. Disa nga arsyet janë thuajse altruiste dhe të mira, dhe disa konsiderueshëm më pak. Por në thelb të këtij nëngrupi të veçantë të opinionit, që quhet hipoteza jashtëtoksore, qëndron bindja se të gjitha UFO-t, pavarësisht nga pika e tyre origjinës, janë makina fluturuese me arra dhe bulona të pilotuara nga qenie që duken të jenë më shumë ose më pak humanoide në pamje. Kjo është e vlefshme, por duket se injoron në masë të madhe shumë aspekte të tjera të rëndësishme të fenomenit. Për shembull, këto objekte dhe banuesit e tyre të supozuar mund të shfaqen dhe zhduken sipas vullnetit, të kalojnë nëpër mure të ngurta, mund të manifestohen tek individ në një grup duke mbetur të padukshëm për disa antar të grupit dhe një sër të gjërë atributesh të tjera, që duken se i përkasin më shumë aktivitetit të fantazmave dhe manifestimeve të tjera shpirtërore, sesa çdo gjëje tjetër. Megjithatë, ata që e pranojnë ETH si shpjegimin e vetëm, pretendojnë se kjo është për shkak se ET posedojnë teknologji jashtëzakonisht superiore ndaj sonës, në vend të ndonjë atributi paranormal. Dhe kjo tha, është e diskutueshme që çdo shfaqje e disa aspekteve të një teknologjie të panjohur, siç e theksoi me të drejtë ndjeri Arthur C. Clarke, mund të shihet si paranormale ose si magji. Nga ana tjetër, ka një numër të vogël grupesh që këmbgulin, me të drejtë apo jo, se UFO-t dhe banuesit e tyre nuk janë as pak fizik në ndonjë kuptim të pranuar, por janë në fakt manifestime të Satanit dhe lejtenantëve të tij demonak. Sipas kësaj paraditme, qëllimi i këtyre UFO-ve është shkatrimi përfundimtar dhe rënimi shpirtëror i racës njerëzore. Dhe ata që promovojnë këtë koncept, pretendojnë se idetë e tyre rrjedhin nga ajo që ata besojnë se është burimi përfundimtar i të gjithë së vërtetës së pamohueshme, domethënë Bibla e shenjtë.
të cilën ata citojnë gjerësisht për të justifikuar pretendimet e tyre. Kjo lidhet gjithashtu me korrupsionin e supozuar të racës njerëzore eon më parë nga engjëjt e rënë. Ishin ata siç përmendet në Zanafilla 6:4, kishte gjigant në tokë në ato ditë, dhe gjithashtu pas kësaj kur bijtë e Perëndis hynë te bijat e njerëzve, dhe ata lindën fëmijë për ta. Të njëjtit u bën njerëz të fuqishëm që ishin të vjetër, njerëz të famshëm. Diçka e ngjashme shfaqet gjithashtu në Efesianëve 6:12, sepse lufta jon nuk është kundër mishit dhe gjakut, por kundër sunduesve, kundër pushteteve, kundër forcave botërore të kësaj errësire, kundër forcave shpirtërore të ligjësisë në vendet qiellore. Përsëri në Efesianëve 2:2, gjejmë, në të cilën dikur ecët sipas rrjedhës së kësaj bote, sipas princit të pushtetit të ajrit, frymës që tani punon në bijtë e mosbindjes. Në vende të tjera, shkrimi gjithashtu thot, Jezusi krijoi gjëra të dukshme dhe gjëra të padukshme, të dukshme dhe të padukshme, si pushtet dhe principalitete të ajrit, dhe se këto fuqi të qiejve do të tundeshin ndërsa afroheshin kthimit të tij. Këto paralajmërime të lashta biblike, veçanërisht përmendja e pushteteve dhe principaliteteve të ajrit, gjithmonë na thon në terma të drejtpërdrejta të kemi kujdes. Dhe ky shembull I fundit duket se nënkupton se një betejë përfundimtare për të ardhmen e racës njerëzore është në pritje. Dhe këto fuqi dhe principalitete I referohen demonëve dhe ose ushtrive të ferrit që synojnë ta zbatojnë. Ndërsa kjo është mirë dhe e mirë, nëse e pranojmë këtë si të vlefshme, ne patjetër hasim në një racë hibridësh të lashta të frikshme, domethënë nefilimët demonak, të cilët ishin thuajse pasardhës mutant të grave njerëzore dhe engjëjve të rënë. Këta nefilim ekstraktuan një taks tronditse mbi njerëzimin derisa u shkatruan. Mund të ketë qenë kjo një betejë midis jashtëtokësorëve apo diçka shumë më e zezë. Megjithatë, në vend të çdo gjëje të shenjtë, duhet të pyesim veten, a është përdorimi I termit engjëj të rënë thjesht kod për apo diçka tjetër që është shumë më e keqe dhe në vetvete kërcënon vetë ekzistencën e racës njerëzore. Tradita na mëson se këta nefilim janë gjigantët e përmendur në Bibël. Kjo është e njëjta mentalitet që përqafon gjithashtu koncepte të tilla si makinacionet e rendit të ri botëror dhe Illuminati. Ashtu si me fenomenin e UFO-ve në përgjithësi, është sezoni hapur për çdo ide që dikush dëshiron t'i bashkëngjitet, dhe disa nga këto ide mund të jenë të sakta. Përveç kësaj, ka një rrjedhë akoma më pak të njohur besimi nga një burim I ngjashëm, duke thënë se UFO-t, ndërsa ende shpirtërore, krijohen dhe janë të papërpunuara nga engjëjt. Pra, ju praktikisht përqafoni cilindo sistem besimi që është më afër pikpamjes suaj. Edhe më me rëndësi, gjithashtu nënkupton fort se Jezusi mund të ketë qenë një gjë që në këtë kontekst do të kishte kuptim perfekt. Nga kjo, është e qartë se ndërsa UFO-t dhe ufologjia mund të jenë sisteme besimi relativisht të marginalizuara, ka hapësirë të mjaftueshme brenda tyre që rrjedha të ndryshme besimi të rriten dhe zhvillohen. Kjo bëhet e vlefshme nëse konsideron që disa mediume dhe parashikues pretendojnë se janë në kontakt me entitete nga boshllëku. Këto entitete jo vetëm që pretendojnë se janë jashtëtoksore, por befasisht vijnë gjithashtu nga vendi ku krijohen shpirtrat. Çfarë do të thotë kjo? Cilat janë implikimet? Dhe çfarë na tregon për shpirtin? Nëse shpirtrat krijohen, a do të thotë se shpirti është një lloj pajisjeje shpirtërore egzotike të implantuar tek njerëzit, apo ka një kuptim tjetër? Është e drejtë të thuhet se shumë parashikues dhe medium janë individ jashtëzakonisht të talentuar, dhe kur janë në trans, ata vetëm veprojnë si pajisje komunikimi për çfarëdo që po flep nëpërmjet tyre. Në një kuptim, ata bëhen të zotëruar, e cila është arsyeja pse mund të jetë një gjë e rrezikshme për tu ndjekur, pa trajnim adekuat, dhe është gjithashtu arsyeja pse mediumet parashikues shikohen ndonjëherë me dyshim. Megjithatë, dihet gjithashtu se këto entitete, nëse janë të këqija, nuk thonë gjithmonë domosdoshmërisht të vërtetën dhe kërkojnë të na ngatrojnë dhe të na drejtojnë gabimisht për qëllimet e tyre. Kjo është diçka që është komentuar më parë nga kërkues të tjerë serioz dhe me mendje të hapur të UFO-ve. Fatkeqësisht, brenda komunitetit të UFO-ve ka një nivel befasisht të lartë mos tolerance ndaj çdo mendimi ose opinioni që nuk arrin të qëndrojnë brenda mentalitetit befasisht të ngushtë.
Para se të vazhdojmë, ndoshta duhet të marrim parasysh disa nga gurët e themelit të ufologjisë, siç pranohet në përgjithësi. Sa u përket nesh, ufologjia moderne, siç e njohim, filloi gjatë luftës së dytë botërore, me vëzhgimin e asaj që u bë e njohur si luftëtar fu. Këto ishin topa drite që filluan të ndiqnin bombarduesit, ndërsa ata fluturonin në misione të ndryshme mbi Gjermaninë naziste. U supozua se ishin një lloj arme sekrete e zhvilluar nga nazistët. Megjithatë, ata u pan gjithashtu nga ekuipazhet e aeroplanëve të Luftwaffe, që erdhën në të njëjtin përfundim, përveç se u atribuan teknologjisë e aleancës. Edhe sot, nuk ka konsensus për atë se çfarë ishin, çfarë donin ose kush i dërgoi ata. As luftëtarët fu nuk janë parë që atëherë, gjë që është një pikë shumë interesante dhe ndoshta është një përmbajtje për enigmën e ufove. Aspekti i vetëm bashkues i kësaj është se vëzhgimet e objekteve anomaloze në qiell ndodhin ende deri në ditët e sotme, ku ka ndonjë konflikt madhor. UFO-t u hasën dhe madje u angazhuan gjatë luftës së Vietnamit. Dhe edhe konflikti aktual në Ukrainë ka prodhuar pretendime se UFO-t u pan duke fluturuar mbi Lviv më 7 mars 2022. Në fakt, është sugjeruar se arsyeja e vërtet që Rusia pushtoi Ukrainën në radhë të parë ishte për të marrë pronësi një anijeje hapësinore gjigante aliene, ekzistenca e së cilës do të konfirmohej kur të ngrihej nga hangari i saj nëntoksor dhe të ngjitej në qiell. Sa i vlefshëm është ky pretendim i jashtëzakonshëm, mbetet për tu parë. Por duke pasur parasysh nivelin e teknologjisë që përdoret aktualisht në fushat e betejës moderne, veçanërisht me përdorimin e droneve dhe aeroplanëve alien të riprojektuar në teori, duket se çdo gjë është e mundur. Duke u kthyer te origjinat e këtyre vëzhgimeve, ne kthehemi në 1947 dhe vëzhgimin e famshëm nga Kenneth Arnold, ndërsa ai fluturonte mbi malin Rainier dhe pa atë që dukej si aeroplan që kërconin si pjata që rrëshqisnin mbi ujë. Ishte natyrisht ky citat që më vonë hyri në leksikon si pjata fluturuese. Kjo u pasua pak pas me gjyshin e të gjitha takimeve me UFO, dhe ajo ishte natyrisht përplasja e famshme botërore e Roswellit. Megjithatë, ajo që nuk kuptohet është se të gjitha këto ngjarje janë të lidhura dhe lidhja mund të qëndrojë në teknologjinë e kapur naziste. Ajo që Arnold pa ishte pothuese me siguri versioni Northrop i një krah fluturues, HO-229, i dizenjuar nga vëllezërit Horten, Walter dhe Reimar. Për shkak të padukshmërisë së saj relative në radar, dizenji përfundimisht u quajt luftëtari stealth i Hitlerit dhe një shembull pjesërisht i ndërtuar u mor në SBA si pjesë e operacionit Paperclip në fund të luftës së dytë botërore dhe ju dha korporatës Northrop sepse ata kishin punuar në krah fluturues të tyre. Duke pasur parasysh atë që Northrop përfundimisht prodhoi, krahasuar me vizatimin e shkurtër që shpesh shfaqet me Arnold që tregon në të, imazhet janë pothuajse identike. Pastaj ka atë që gjithashtu u rrëzua në qershor 1947, këtë herë në Roswell, New Mexico. Sipas gazetares hetimore Annie Jacobsen në librin e saj Area 51, historia e pacenzuruar e bazës ushtarake sekrete më të fshehtë të Amerikës, kjo ishte padyshim një disk fluturues dhe jo ndonjë lloj baloni moti të rrëzuar. Mbeturinat e përplasjes u morën në fushën ajrore të ushtrisë së Roswellit dhe u lëshua një deklarat pak pas kur Walter Haut, një oficer shtupi nga fusha ajrore, mori një mesazh në gazetën lokale duke thënë se një disk i rrëzuar ishte rikuperuar dhe ishte marrë në fushën ajrore. Ky ishte i njëjti individ që disa orë më vonë mori një tjetër mesazh në të njëjtën gazetë, tërhequr deklaratën e parë. Kjo deklaratë e dytë barti mesazhin për balonin e motit të rrëzuar tani të famshëm. Haut më vonë nënshkroi një deklaratë me betim për t'u zbuluar pas vdekjes së tij, dhe dokumenti tha se një disk ishte gjetur dhe u morë në fushën ajrore, dhe nxjerrja e dytë për shtyp ishte projektuar për ta mbuluar atë. Ai tha gjithashtu se trupa të vogla ishin rikuperuar nga një vend i dytë përplasjeje. Të njëjtat trupa të vogla pothuajse fëmijërore kishin koka jashtëzakonisht të mëdha, dhe ai vazhdoi të thoshte se ai ishte i bindur se ato nuk ishin njerëzore. Përsëri, nuk ka shpjegim zyrtar për asnjë nga kjo dhe mbetet e klasifikuar deri sot. Besohet se këto trupa mund të kenë qenë puna e oficerit SS, Dr. Josef Mengele, i njohur gjithashtu si Engjëlli i vdekjes, i cili kreu eksperimente gjenetike të tmerrshme mbi të burgosunit, veçanërisht binjakët, në kampet e vdekjes të drejtuara nga SS
veçanërisht Auschwitz. Mengele përfundimisht u mbyt në 1979 pas pësojit të një goditje ndërsa notonte. Ai u varros duke përdorur emrin e rrem Wolfgang Gerhardt. Sa u përket diskut të rrëzuar, personeli i forcës ajrore shkoi brenda tij në vendin e përplasjes dhe vënë re se kishte shkrim me tingull rus rreth brendshëm të diskut. Pra, ishte mrekulli e vogël që disku u hoq shpejt nga shikimi dhe ekzistenca e tij u fshi plotësisht nga historia, siç në fakt deri sot ende është. Disku nuk erdhi nga hapësira e jashtme. Ai erdhi nga Rusia, përsëri si rezultat i versionit rus të projektit Paperclip, sepse ata gjithashtu, si SBA dhe forcat e tjera aleate, kapën sa më shumë shkencëtar nazist që mund dhe për të njëjtat arsye, për të marrë teknologji të avancuar përpara se rusët ta bënin. Kjo përfshinte sekrete bërthamore, sepse nazistët kishin gjithashtu hetuar fuqinë e atomit dhe nuk ishin larg nga krijimi i bombës së tyre atomike. Besohet se disku i Roswellit ishte i kontrolluar në distancë dhe ishte projektuar specifikisht për të dërguar një mesazh të qartë nga BRSS-ja atëhershme në SBA. Se megjithse SBA ishte përpara në teknologjinë bërthamore, BRSS kishte teknologji të tjera të rëndësishme që ata nuk kishin dhe që përfshinte mjetet për ta bërë diskun të fluturonte dhe të lundronte. Përsëri, kjo erdhi nga shkencëtarët nazist që kishin kapur në fund të luftës së dytë botërore, sepse dihet se nazistët kishin punuar në aeroplan me formë disku, që përdornin një formë unike televizjes. Siç u përmend në fillim, nga ajo që kemi parë deri tani, duket se ka dy rrjedha të dallueshme në sagën UFO-UAP. Njëra është thjesht e bazuar në teknologji dhe tjetra nuk është. Megjithse mohuar zyrtarisht, tallur dhe refuzuar nga shumica e qeverive dhe agjencive të inteligjencës, kjo tallje fsheh një shqetësim shumë të rrënjosur se UFO-t dhe ajo që ata përfaqësojnë kanë në të vërtetë shumë më shumë bazë në realitet se sa ata guxojnë të pranojnë. Kjo ka qenë e dukshme në tentativat e ndryshme qeveritare për të provuar ose hedhur poshtë fenomenin në një mënyrë ose tjetër, veçanërisht në SBA. Në SBA, projekte si Grudge dhe Blue Book, formimi i panelit Robertson dhe raporti Condon e tjerë, janë të gjitha shembuj të përpjekjes për të mbuluar realitetin e UFO-ve. Dhe është argumentuar se ajo që doli nga këto grupe ishte asgjë më shumë se propagandë, duke përdorur dezinformacion, keq informacion, rrotullim dhe gënjeshtra të hapura. Atëherë duhet të pyesim pse? Çfarë ka për t'u friksuar nga e vërteta? Dhe përgjigja është asgjë, përveç pranimit se qeveria e çdo kombi të dhënë nuk mund të parandalojë këto anije të fluturojnë rreth e rrotull sipas vullnetit me pandëshkueshmëri dhe janë plotësisht të pafuqishme kundër tyre. Edhe libri shumë i lavdruar, ashtu quajturi Armë thymuese që zbulon gjithçka, Dita pas Roswellit, është një shembull kryesor i këtij superfugji. Diçka që shpesh minimizohet është fakti se burimi kryesor i informacionit ishte i ndjeri kolonel Philip Corso, i cili ishte në shërbimet e inteligjencës gjatë luftës së dytë botërore dhe kishte një dorë në mundësimin e projektit Paperclip, i cili lejoi qindra shkencëtar. Ishte në interesat e SBA-s të thoshte se gjithë teknologjia që papritur shfaqej vinte nga anija hapësinore e rrëzuare e të në vend të makinës së luftës naziste. Sepse si mund të pranonin udhëheqësit e botës së lirë se kjo teknologji e mrekullueshme tani në pronësinë e tyre, tranzistorët, lazerat dhe fibrat optike e tjerë vinte nga burime ish naziste. Shumë më e lehtë ta atribuosh një burimi jashtëbotror. Dosjet qeveritare mbi enigmën e UFO-ve vazhdojnë të shfaqen. Një nga shembujt më të fundit ishte lëshimi i informacionit më parë të klasifikuar nga shërbimet e inteligjencës britanike në Ministrinë e Mbrojtjes. Por askund në dosje nuk ka asnjë provë se vëzhgimet dhe takimet janë domosdoshmërisht jashtëtoksore. Edhe rastet e bllokuara si incidenti i pyllit Rendlesham në vitet 1980, pavarësisht nga provat e dëshmitarëve që janë dërmuese, hidhen poshtë duke përdorur justifikime të ndryshme të dyshimta. Gjithçka që këto raporte ishin në gjendje të thonin ishte zyrtarisht të paktën, dhe pavarësisht faktit se agjencitë e inteligjencës përdornin rregullisht ufologjinë si një ekran për të fshehur agjendat e tyre, nuk kishte të vërtetë në asnjë prej saj. Dhe fenomeni i UFO-ve qëndronte plotësisht në mendjet e publikut të përgjithshëm,
që ishte themeluar në asgjë më shumë se imagjinata e tepërt dhe identiteti i gabuar i përbërë me një dëshirë për mister dhe intrigë dramatike. Është e mundur që disa nga ky subterfugium mund të ketë rrjedhur nga një frikë e vërtetë se të pranosh se ne me të vërtetë vizitoheshim nga race jo humane që rrjedhin jashtë sistemit ton diellor, mund të krijojë frikë të gjerë, panik dhe çrregullim civil. Është gjithashtu e mundur të ketë shkaktuar shumë njerëz të vënë në dyshim autoritetin dhe sigurinë morale të kishave, diçka që do të shërbente për të përkeqësuar më tej një situatë në rritje të paqëndrueshme. Por çfarë nëse vëzhgimet e vazhdueshme bazohen në diçka shumë reale? Dhe çfarë nëse këto anije kanë një agjend të zezë? Ka një aspekt tjetër shqetësues në të gjithë këtë, sepse mund të ketë pak dyshim se ushtria do të monitorojë nga afër të gjitha gjërat UFO me një pamje për të armëtosur çdo teknologji që mund të marrë nga këto anije. Edhe më shqetësuese është mundësia që qeniet që pilotojnë anijen mund të jenë në fakt entitete mbinatyrore pothuajse magjike si ëngjëjt e rënë ose qenie elementare. Dhe a mund të armëtoset gjithashtu teknologjia e tyre, veprimet dhe aftësitë? Megjithatë, pavarësisht nga artifici dhe mohimet, ka dyshimin e përhershëm se hetimet e tyre zbuluan se të paktën disa UFO mund të jenë të vërteta, dhe kjo njohuri mund të shfrytëzohet në ndonjë mënyrë për avantazh ushtarak. Kjo është e mundur e vërtet, sepse duke pasur parasysh mënyrën ultra pragmatike në të cilën operon agjencitë e inteligjencës, veçanërisht CIA, marrja e çdo gjëje që ata mendojnë se do të jetë e dobishme për ushtrinë e vendit të tyre bëhet imperativ. Pra, se si dhe ku ata marrin këtë informacion është sekondare ndaj metodave të përdorura. Fundi invariabilisht arsyeton mjetet. Meqense çdo informacion do të duhej të vlerësohej plotësisht, monitorohej dhe përpunohej në një mënyrë të paanshme, një grup udhëzues u formua që përbëhej nga përfaqësues të gjitha palëve të interesuara. Në SBA, meqense të gjitha degët e ushtrisë, si dhe Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes ishin qartësisht të përfshira gjithsesi, ishte një çështje relativisht e thjeshtë të hartoheshin përfaqësues nën kujdestarinë fillimisht të FBI-s, pastaj CIA-s së gjithpranishme dhe përfundimisht ndoshta NSA-s gjithashtu. Ky nën grup gjysmë zyrtar, i cili u krijua në korrik 1952, thuhet se u quajt nga ata të përfshirë si Elita Collins. Megjithse filloi duke vlerësuar kërcënimin e UFO-ve si një bazuar në makina aktuale, duke pasur parasysh përbërjen dhe pikpamjet e mbajtura nga antar influencues të këtij grupi, kjo ndryshoi dramatikisht. Dhe pyetja e parë për të pyetur ishte: a ka ndonjë të vërtetë në atë që ata besonin, dhe a mund të kishte pranuar CIA përfundimet e tyre dhe lejuar teoritë e tyre të eksplorohen më tej? Sipas një libri, Ngjarje përfundimtare, të shkruar nga autori dhe kërkuesi Nick Redfern, një shtetas britanik që aktualisht jeton në SBA, përgjigjja është po, ata mund. Për shumë vite, CIA jo vetëm që ishte jashtë kontrollit, ishte përtej kontrollit dhe funksiononte më shumë ose më pak në mënyrë autonome si një qeveri e veçantë që ishte ligj plotësisht në vete. Diçka që u ndihmua shumë nga financimi i saj i bollshëm dhe shpesh i papërgjegjshëm. Edhe shefi i tyre nocional, presidenti i SBA-s, nuk kishte ide se çfarë po ndodhte, dhe duke pasur parasysh disa nga operacionet e errta dhe shpesh vrasëse që ata nxitën dhe ndonjëherë financuan, kjo ishte ndoshta për së miri. Është një proces që quhet mohueshmëri e besueshme, një term i përdorur për herë të parë nga CIA gjatë administratës Kennedy. Sa i përket mënyrës në të cilën operonte CIA, është deklaruar se kur Area 51 u krijua për herë të parë, i u dha CIA-s për të kontrolluar në vend të marinës ose forcës ajrore, dhe në 1958, presidenti i atëhershëm Dwight D. Eisenhower, presidenti kishte bërë gabimin duke lejuar bazën të funksionojë jashtë jurisdiksionit të tij dhe ju mohuan plotësisht si hyrja në bazë, ashtu edhe informacioni në lidhje me direktivat e saj. Si hakmarrje për këtë, ai kërcënoi menjëherë se do të dërgonte ushtrinë dhe do ta merrte vendin përpara. Si rezultat i kësaj, atij u dha me dëshirë informacioni që ai kërkoi,
por ai kurrë nuk arriti të rimarrë kontrollin e plot të bazës nga CIA. Në lidhje Area 51 është vetëm një nga disa vendodhja afër rrezës së testimit dhe trajnimit të Nevadës, e cila mbulon diku 2.1 milion hektar tokë, dhe ishte krijuar veçanërisht për të zhvilluar së pari aeroplanin spiun U-2, pastaj pasardhësin e tij SR-71 ende të mahnitshëm. Area 51 vet mbulon diku 570 milje katrore dhe u përdor gjithashtu në fazat e hershme të programit të armëve bërthamore të SBA-s për 10 shpërthime bërthamore. Redfern vazhdon të deklarojë se gjetjet e elitës Collins nënkuptonin fort se prania ET nuk ishte thjesht rezultati vizitave nga anije fluturuese me arra dhe bulona, dhe në pikpamjen e tyre ishte e keqe demonike ose satanike në vend. Në fakt shkoi aq larg sa të thoshte kategorikisht se nuk kishte kurrë kontakt midis jashtëtokësorëve dhe njerëzve, gjithmonë ka qenë me forca mbinatyrore dhe ose demonike. Duhet të mbajmë mend se kjo njësi fshehtë, e cila filloi me një agjendë mjaft specifike, u ndikua shpejt nga disa prej anëtarëve të saj më të vendosur, të cilët vetë mund të kenë zbatuar një agjendë të drejtuar nga jashtë grupit. Në mënyrë të çuditshme, ky opinion pasqyron komentet e bëra nga i ndjeri etnobotanisti dhe psikonaut Dr. Terence McKenna, i cili tha njëherë se jemi pjesë e një marrëdhënie simbiotike me diçka që maskon veten si një pushtim jashtëtoksor për të mos na alarmuar. Ai kurrë nuk zbuloi detajet e kësaj vëzhgimi, por ndoshta i referohet entiteteve, të cilat ai ndonjëherë i quajti elf makinash, të parë shpesh nga njerëzit që përdorin substanca si dimetiltriptamina, DMT, përbërësi aktivi halucinogjenit tradicional dhe të fuqishëm, ayahuasca. Kjo me siguri do të përputhej me vëzhgimet e bëra nga anëtarët e elitës Collins, dhe ky mënyrë mendimi është befasisht e zakonshme në zona të komunitetit të UFO-ve që shohin fenomenin më të ngjashëm me okult sesa çdo gjë fizike. Është një pikpamje gjithashtu e ndarë nga disa anëtarë të krahut të krishterë fundamentalist të politikës amerikane, dhe në disa raste ata kanë pretenduar se UFO-t u pilotuan jo nga engjëj, si një shtesë e kohëve të fundit shumë të profetizuar. Disa prej tyre pranojnë gjithashtu Biblën si fjalën e zbuluar të Perëndis, e cila nuk mund të interpretohet në ndonjë mënyrë tjetër nga ajo që është shkruar. Megjithatë, vëzhgimi i zgjuar bërë nga Dr. McKenna përputhet saktësisht me një deklaratë thuajse të bërë nga elita Collins, në atë kuptim që kemi në mes nesh një inteligjencë me zemër të ftohtë dhe të zezë, me origjinë demonike që maskohet si alien. Megjithse fjalët janë pak të ndryshme, kuptimi është identik. Para se të shqyrtojmë elitën Collins më në detaje, duhet të marrim parasysh disa nga sfondi, dhe kjo përfshin shikimin e projekteve të tjera më pak të njohura të ndërmarra nga CIA dhe agjencitë e tjera të inteligjencës amerikane, si dhe hetimi i mundësisë që toka po vizitohej më shumë ose më pak sipas vullnetit nga entitete jo humane. Ata ishin gjithashtu jashtëzakonisht të interesuar në eksperimente okult shumë kontroverse, të kryera nga një shkencëtar pionier i raketave dhe bashkëthemelues i laboratorit të lëvizjes me reaksion, JPL, Jack Parsons, dhe krijuesi i Scientologys, L. Ron Hubbard, të dy përkushtues të magjistarit dhe okultistit të madh të fundit, Aleister Crowley vet. Në një mënyrë, lidhja e papritur midis ushtrisë dhe magjisë nuk është as pak befasuese, sepse rezonon me pretendime të bëra një çift dekadash më parë për komandën e lartë naziste gjatë luftës së dytë botërore, dhe realitetin që ata gjithashtu ishin të përfshirë në rituale magjike të bazuara në kërkime ezoterike në origjinat e racës ariane. Ky kërkim u krye nga grupe kvazi shtencore fshehtë si Ahnenerbe, që u themelua në 1935 nga shefi ISS Heinrich Himmler. Nëse ky informacion u përdor ose jo si pjesë e planit kryesor nazist për fitoren në luftën e dytë botërore, nuk është e qartë, por nuk ka dyshim se Himmler dhe bashkëpunëtorët e tij kishin ide shumë bizare se si ky njohuri mund të armatosej. Një klasifikim i përdorur gjithashtu nga Pentagoni për të shqyrtuar ditët e okultit, programi i identifikimit të kërcënimit të hapësirës së avancuar, që u bë i njohur nga lëshimi i 1500 faqeve kërkimi në lidhje me UFO nëpërmjet ligjit të lirisë së informacionit. Kjo lidhet me pretendimet të ngjashme të bëra në librin Ushta e Fatit nga Trevor Ravenscroft, një botim jashtëzakonisht kontrovers i lëshuar për herë të parë në 1972,
se ushta që shpoi anën e Krishtit në kryq në rrëfimin e shëngjonit të kryqëzimit, përfundimisht u mor nga Hitleri në një përpjekje për të përdorur fuqinë e saj të supozuar të madhe latente, duke përdorur një metodë të paspecifikuar në planin e tij për dominim botror. Mund të jetë se duke pasur parasysh reputacionin e fuqisë së ushtës, thjesht duke e pasur atë në pronësinë e tij, mund të kishte mundsuar fitoren. Megjithatë, sipas legjendës, humbja e ushtës rezultoi në vdekjen e kujdo që e zotëronte. Një legjend që duket se u përmbush kur Hitleri përfundimisht qelloi veten në kokë me një pistolet, megjithse vdekja e tij është ende e mbështjellë në debat. Në rastin e Parsons dhe Hubbard të përmendur më sipër, në 1946 dhe 47, ata tentuan të krijonin një portal magjik ndërdimensional për të lejuar një arketip femëror hyjnor, në fakt perëndeshëm Babilon, hyrje në realitetin ton. Opinionet të tjera mbajnë se nuk ishte ndonjë perëndeshe, por një lloj fëmije demonike. Ata e bën këtë duke përdorur punën e Babilonit, e cila ishte një variacion i një rituali që ishte tentuar 50 vjet më parë nga okultisti i njohur britanik të fundit viktorian, Aleister Crowley, kur ai përdori një ritual të quajtur puna Amalantra. Mund të jetë me rëndësi që Crowley manifestoi një entitet që ai e quajti Lam, ndërsa ndërmerrte këtë projekt, dhe nuk ka pyetje se Lam duket jashtëzakonisht si një alien gri, dhe se ishte pas shfaqjes së Lam që këto dhe qenjet të tjera filluan të shiheshin rregullisht kur thuajse kontakti me të ndodhi. Crowley ishte shumë i vetëdijshëm për atë që dy burrat po tentonin dhe paralajmëroi Parsons për mosbesimin e tij të thellë ndaj Hubbard dhe motiveve të tij, çfarëdo që mund të kenë qenë. Crowley kishte një dashuri të madhe për Parsons, të cilin e konsideronte një adept të markës së tij të magjisë. Do të ishte edhe më afër se vërtetës të themi se ai mendonte për Jack Parsons si birin që ai kurrë nuk kishte. Në një shembull të çuditshëm të sinkronitetit të mundshëm, Parsons vdiq në shtëpi në 1952, kur një shpërthim misterioz në garazhin e tij mbaroi jetën e tij. Është sugjeruar se shpërthimi ishte për shkak të eksperimenteve të tij me kimikate jashtëzakonisht të paqëndrueshme, të përfshira në bërjen e karburantit të raketës. Kjo ishte në fund të fundit ajo që ai bënte për jetesë. Pra, ose kjo, ose siç është nënkuptuar gjithashtu, ai po përpiqej të krijonte një homunkul ose një qenie artificiale magjike, dhe eksperimentet e tij shkuan keq në mënyrë të tmerrshme, siç ndodh shpesh për ata që zhyten në rrugët e okultit. Në çfarëdo mënyre ai vdiq. Përsëri, duhet të ndalemi për të marrë parasysh nëse ndonjë nga kjo është e realizueshme, sepse nëse thyrje në natyrën e realitetit mund të sjellin duke përdorur fjalë, simbole dhe ritual, kjo mund të gjejë një rezonancë paralele me simbole të fshehtë dhe formulën e përdorur nga fizikantët kuantik në ditët e sotme. Shemboj të kësaj mund të gjenden në laborator ku eksperimente të tilla të çuditshme, megjithse në shkallë të prerjes, kryhen. Meqense ka prova që ajo që pjesëmarrësit në këto eksperimente mendojnë me vetdije mund të ndikojë drejt për drejt në rezultatin e eksperimentit në mënyra që nuk i kuptojmë, një shembull njihet si efekti i vëzhguesit dhe shumë për fastidimin e racionalistëve të linjës të hartë është provuar të ndodhë. Duke nënkuptuar që pjesëmarrësit mund të perceptojnë ngjarje të ardhshme ose të përshkruajnë vende dhe gjëra që ata nuk janë ekspozuar më parë dhe nuk ka përgjigje të qartë pse, ose të paktën jo një që ata gjejnë të pranueshme. Kjo me çdo matje tregon se efekti i vëzhguesit është një formë magjie, gjëja që fizikantët do të refuzonin në mënyrë kategorike, por si tjetër ta shpjegosh? Crowley duket se e përmblodhi disa dekada më herët, kur ai përcaktoi magjinë si shkencën dhe artin e shkaktimit të ndryshimit të ndodh në përputhje me vullnetin, në efekt aftësia për të ndryshuar realitetin. Edhe një herë, duket befasuese që agjensitë e inteligjencës do të përfshinin veten në praktika të tilla të fshehta, sepse njëri do të imagjinonte se si realistët në kokë të fortë që duhet të jenë, ata do ta hedhin poshtë këtë si fantazi e plot, por jo kështu. Njëri mund të referencoj projektin Stargate, i cili përfshinte ndër të tjera shikimin e largët dhe përpjekje të tjera të frymëzuara fizikisht për të fituar një avantazh mbi një armik të perceptuar, si shembull i thellësive në të cilat këto agjenci do të aspirojnë për të marrë çdo avantazh mbi armikun, kushdo që mund të jenë. Megjithatë,
Është në këtë pikë që gjejmë veten duke rrëshqitur në pretendime të tjera paralele të eksperimenteve që shtrembërojnë mendjen, thuajse të kryera në vende si Montauk, në Long Island, dhe duhet të jemi të kujdesshëm përpara se të hedhim poshtë këtë si hamendësim i plot ose konspiracion urban, sepse për asnjë arsye tjetër përveç se kishte një bazë ushtarake në Montauk dhe mbetjet e saj janë ende atje deri sot, dhe disa njerëz thonë gjithashtu mbetjet dhe mbetjet e paqëllimta të eksperimenteve të kryera atje. Këto eksperimente duken se ndërlidhen ngushtë me praktika të caktuara okult dhe magjike që përfshin udhëtimin në kohë, mes pretendimeve të kontaktit me entitete që nuk rrjedhin në këtë realitet. Pra, si lidhet Elita Collins në këtë? Nëse marrim parasysh se ky grup u ngrit për të parë nëse ndonjë avantazh ushtarak mund të shkëlqente nga kontakti me jashtëtoksorët dhe erdhi në përfundimin se këto entitete nuk ishin ET, por demonike, mund të supozojmë gjithashtu se ata ishin të përgatitur të bënin çfarëdo që duhej për të hyrë dhe fituar këtë avantazh. Mes projekteve që kufizojnë në magji psikike të ndërmarra, ishte zhvillimi i pajisjeve të cilat si armë psikotronike, të cilat mund të lejonin ndikimin e largët të mënyrës se si individët operojnë dhe mendojnë, plus një gamë teknologjish të tjera që në fillim duken të pamundura. Sipas standardeve tona ata janë, dhe që përfshin spin-off-ët të ndryshëm nga puna që tashmë kryhet në lloje të tjera armësh elektromagnetike. Por pasi të hyni në thellësitë e botës së errët të magjisë, duket se fjalë për fjalë çdo gjë bëhet e mundur. Si një shtesë në këtë, kishte një projekt tjetër të zi të financuar nga CIA të kontrollimit të mendjes, që quhet MK Ultra, një shtesë e MK Ultra, më të njohur dhe po aq të famshëm. Për MK Ultra, CIA punësoi shërbimet e satanistëve, magjistorëve, parashikuesve dhe okultistëve të tjerë, si pjesë e përpjekjeve të tyre në MK Ultra, në themelimin e një metode të besueshme dhe efektive të kontrollit të mendjes. Duke qenë kjo rasti, atëherë është plotësisht e realizueshme që ata do të gjysnin çdo thellësi të nevojshme në kërkimin e tyre për avantazhin përfundimtar ushtarak. Sikur kjo nuk ishte mjaft, ka pretendime nga kërkues katolik se Vatikani ka, ose të paktën kishte, plane në këmbë për të përgatitur grigjen e tij për ardhjen e një shpëtimtari jashtëtoksor, gjë që duket se rezonon me idenë se Jezusi ishte një ET. Përsëri, kemi këtë lidhje të çuditshme sinkronistike midis alienëve dhe engjëjve, dhe nocioni që raca njerëzore është rezultati bashkimit të ADN-s jashtëtoksore. Duket logjike që një organizat aq e fuqishme dhe influente si Vatikani duhet të ketë një lloj plani në vend për të trajtuar mundësinë që nëse ka jetë në planete të tjera dhe ajo jetë nuk ka koncept të një perëndie krijuese, çfarë ndodh atëherë? Ka qenë seriozisht e diskutuar nga kuria se në atë rast është detyre kishës t'i bëj ata të vetëdijshëm për perëndin dhe t'u sjell atyre shpëtim. Përsëri, shumë nga kjo megjithse mund të ketë në të vërtet elemente fakti, gjithashtu bazohet në thashetheme. Është gati si ashtu quajtura provë për realitetin e UFO-ve dhe veçanërisht bazat sekrete nëntkosore që vijnë nga personeli lartë i shërbimit, por pothuajse gjithmonë i paemëruar, të cilët nuk guxojnë të zbulojnë identitetet e tyre nga frika e hakmarrjes vdekjeprurese. Kjo provë mund të mos citohej, sepse nuk mund të konfirmohet. Në të vërtet, është provë e spekulimit, por për tani, kjo do të duhet të bëj. Megjithatë, është fakt se Papa John Pali më 23 tetor 1996, ndërsa fliste në sesionin plenar të Akademisë Papnore të Shkencave në Vatikan, deklaroi se teoria e evolucionit të Darwinit ishte një realitet, dhe duke vepruar kështu, reduktoi rrëfimet biblike se si arritëm këtu në asgjë më shumë se mit. Se si kjo do të luhet në vitet që vinë, mbetet për t'u parë, por si një fjalë kujdesi, sipas profecive të irlandezit Shën Malakias, papa që vjen pas papës Benedikt, do me thënë Papa Francesku, do të jetë i fundit, dhe ajo që vjen pas kësaj është hamendja e kujtdo. Por sipas Shën Malakias, janë në të vërtet kohët e fundit. Nga jo që kemi parë, mund të jetë e mundur që Elita Collins është reale dhe ende ekziston, dhe detyra e tyre ishte të monitoronte çdo tentativë për të bërë kontakt me çfarëdo që ekziston në anën tjetër të realitetit tonë,
qoftë jashtë toksore, ultradimensionale ose mbinatyrore. Nëse kjo është rasti, atëherë ata do të kishin qenë jashtëzakonisht të interesuar në atë që të tillë si Jack Parsons dhe Hubbard dhe të tjerë po tentonin të bënin. Siç u tha tashmë, nuk do të kishte rëndësi nga vinte ky informacion ose si u mor për sa kohë faktor ushtarak ose të fshehur mund ta përvetësonin dhe ta përdornin në mënyrë efektive. Një nga letrat që thuhet se erdhi nga ky grup u quajt Mashtrimi dhe UFO-t, çfarë besojmë dhe pse, e cila doli në vitin 1998 dhe përmban një version të shkurtuar të gjendjeve të tyre që kur u themeluan në vitin 1952. Ajo që thot ky dokument është se planeti Tokë po përgatitet për Armagedon dhe se qeniet njerëzore shërbejnë vetëm si kontejner thjesht për shpirtra që mund të korren më vonë në shërbim të Satanit. Sipas tyre, mënyra e vetme për shpëtim është të përqafosh Krishtin si shpenguesin tënd dhe të abstenosh nga mendimet dhe konceptet e errta duke qenë linja më e mirë e mbrojtjes. Është gjithashtu shumë interesante që Bob Lazar, i cili është pretenduar famërisht se u punësua për të riprojektuar anijen e rrëzuar alien në S4, ka lexuar raportet e brendshme që deklaronin se alienët u referoheshin njerëzve si kontejner. Një nga aspektet më të çuditshme të asaj që erdhin në mbikëqyrjen e tyre ishte mundësia që një projekt ishte tashmë në zhvillim, i drejtuar nga këta jo humane, për të krijuar hibride të njerëzve dhe alienëve për të shërbyer antikrishtin dhe Satanin gjatë kohëve të fundit. Koha e Armagedon, në fakt, dhe këtu UFO-t kthehen në ekuacion. Mos harroni kurrë se të krishterët fundamentalistë të diskutuar më herët e pranojnë plotësisht këtë si një fakt i padiskutueshëm, i cili së bashku me rrëmbimin, ku të gjithë besimtarët e vërtet do të merren fizikisht lart në qiell për të ndenjur me Perëndin, mund dhe do të ndodhë. Dhe në mënyrë pa besueshme, edhe rregulli ultra-racional dhe shpesh mekanicistik i shkencës ka pjesën e vet të besimtarëve. Pra po, Elita Collins ndoshta është reale dhe ekziston, sepse në botën e turbullt të mbledhjes së inteligjencës dhe programeve sekrete të zeza, çdo gjë që funksionon, megjithse pa dëshirueshme, mund dhe do të përdoret. Megjithse ky njohuri rrallë, nëse kurrë është në ekspozit publike, kjo është në thelb si funksionojnë projektet e zeza. E ardhmja është vendosur për t'u zbuluar, por vetë realiteti duket se po ndryshon me një ritëm të përshpejtuar si kurrë më parë, dhe ndoshta është koha për të hequr një hap të prapa dhe për të zgjeruar perspektivat tona për mbretëritë e panjohura më parë të konsideruara fantastike.